Selam aleikum. 1/3 e fundit e natës ka sekrete të mëdha. Vlla dhe motër, unë të këshilloj që ta shfrytëzosh 1/3 e fundit të natës. Nëse ke mundësi të çohesh, të falësh namaz dhe t'i lutesh Allahut të lartësuar, sepse është kohë që shpresohet të pranohen lutjet. Vjen hadith profetit alayhis salam se i madhi Zot zbret në qiellin e dynjas dhe thot: kush më lutet, ti përgjigjem, kush më kërkon, ti jap, kush më kërkon falje, ta fal. Shfrytëzoje atë kohë, ngrehu, falu dhe lute Allahun e lartësuar, se Zoti i gjithësisë i përgjigjet lutjeve. Ud'uni astajib lakum. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: lutmuni mua, të përgjigjem ju.